Haxhi është një konferencë e madhe botnore. Takim. Po, takimi ketëve muslimanëve, kupton. Takim pa fjalë. Sikur për shembull ai po BBC-ja për shembull ose CNN ose këto mediat e mëdha që kanë. Ai kanë një çfarë programi që shkon no comment. No comment. Ha. E ti veç kirislikat edhe e merr mësimin. Edhe haxhi janë çështë. Mjafton ti veç me shku. S'ka nevojë me të fol dikush dalisen. A ke shku aty? Po. No comment. No comment. A kupton? Çka është të thotë no comment? Shumica e njerëzve që shkojnë haxh kthehen me një çfarë përvoje shumë të madhe jetësore. A kupton? Haxhi është ai që ta rrotullon krejt sistemin e jetës. A kupton? Pse e merr vesh atje se kush jeti. Pa marr parasysh se shka je. Se secili njeri i cili shkon për shembull haxh, që unë kam pas rast me shku me të çfarë njerëz. Kam pas rast me shku me komandant, kam pas rast me shku me çoban, kam pas rast me shku me telefona që ndriç, e kupton. Kam pas rast me shku me mjesht që ka një gjetë plak. Edhe secili e këshir atë përvojën e vet. Profesionin e vet. Pa atë profesionin e vet. Ai komandanti për shembull intereson qysh me një urdhën gjithë të njerëzit po bikan sejdë. A mësh, s'mund me kuptu ata. Ose ai çobani, për shembull i këshir dhënt, apo pse janë zeza, apo edhe pse e kanë bishtit, apo interesant është, apo po, i vjen interesant. Se bes pas na po si dhën kur. Ose ai për shembull që i vënë në telefonat, i këshir banderat, ai kanë nu drejt ajo. Ama dha janë dimsim. Apo këta, secili do thotë e merr atë përvojën e vet, do thotë çka e ka, apo